Përshëndetje, mirë se vini në Mes Dritë. Takohemi dhe sot së bashku për të patur një tjetër javë feste për gjithë ju që jeni në vendin tuaj të punës. Do të kuptojmë që do të kemi energji shumë të mirë. Arsyeja e parë është se festat janë tek ne, me ne dhe nuk do të presim fundvitin. E dyta, kudo kush punon, po pret festën e fundvitit të punës. Dhe ç'është më e rëndësishmja, nëse ne nuk zgjohemi në mëngjes dhe themi që sot do të jeni ditë feste, çfarë kuptimi ka tjetër? Kështu që ta nisim energji të mirë, ta nisim me këtë shpirt festiv edhe të sigurohemi që t'i japim vetes një ditë të mirë, jo ta marrim, t'ja japim vetes një ditë të mirë. Mirëmëngjes Surian, pashi super ditë edhe ti sot. Faleminderit. Ditë të them që kjo hënë premton shumë, është ditë me diell, ditë e diellt. Do thonim ndryshe dhe kur dielli është prezent dhe humori ynë është shumë lart. Ditë të themi që është periudhë që sa bëmi gati për të festuar, sa shpenzojmë nga ana tjetër, sa bëmi gati për atë takimin dhe mbrëmjen e punës ku gjithë kolegët bliten me njëri tjetrin, është momenti që ditë them të gjithë konkurrojnë me njëri tjetrin. Në atë mbrëmjen e punës, gala, vajzat vishen dhe janë në një kompeticion të pashpallur, të pa deklaruar cila ka xixat më të forta, ndërsa tek çuna cili ka kollaren më të lidhur mirë, do thoja unë, se nuk është se kanë me diçka tjetër. Se vini me papion kështu? Me çfarë të krahason? Në mos kollarja papioni, në mos papioni diçka tjetër, mos harrojmë që moda evolon çdo ditë. Është periudhë e bukur, është periudhë që na mbledh bashkë, është periudhë që gjithë kënaqemi, nëse nuk kemi çfarë të bëjmë, e dim ku mund të drejtohemi. Drejtohemi qendrës të qytetit ku jetojmë, edhe dim atje është ndërtuar një fshat i vogël Krishtlindjesh dhe gjithë kalojmë kohë me njëri tjetrin, me familjarët, me të vegjëlit, sepse janë ata të cilët dëgjohen kudo. Është ajo periudhë që gjithë e duam, mezi e presim dhe pastaj kur ikën dhe mbaron, duket sikur bashkë me të ikën diçka e jona. Por kështu e ka jeta, dhe dhjetori një herë në vit do vi, është rëndësishme të jetojmë çdo ditë të tij. Janë plot 31 ditë që rezervojnë shumë momente të bukura, kështu që vetëm shfrytëzojeni. Në çdo familje shqiptare, tradita e dosh që në këto ditë fillojnë përgatitjet për fundvitin, gatuhet më shumë, pastrohet më shumë, sigurohemi të blejmë më shumë, kështu që ne do sigurohemi në këtë kënd të partë shumë të rëndësishëm të programit që të gatuajmë receta që ju shërbejnë në këtë periudhë prisnimisht tuaj, por gjithashtu të bëni dhe pjata më të mira për ata që vinë nga shumë larg dhe duan dhe kanë mall për gatimin shqiptar. Ndaj pa humbur kohën e të me ladrogitje të madhe në shtëpitë tuaja, nga divani i shtëpisë. Ladrogitje nuk e dëgjojmë dot, por ladrogitje se dëgjojmë dot, por jam i sigurt për ato ladrogasin nga divani. Telefonin e lëm për momentin. Po, e lëm se na kishte penguar duart. Çfarë po bëhet andi nga shtëpia juaj? Nga lagja juaj. Përgatitemi sepse sot ne jemi në javën e festës të Krishtlindjeve. Dhe është java më e bukur, kur secili nga ne duhet patjetër të shprehë dëshirat e veta dhe të mos rreshti 12 ditë, siç janë 12 muajt e vitit, të kërkoj ato që i do zemra dhe shpirti. Dhe si djetë, në këtë prak Krishtlindjesh, me siguri do t'ju plotësoj. Ose e bukur. Urojmë shumë, Parurimi për zemra. Që çdo tryezë, por mbi gjitha çdo zemër, çdo shqiptari të jetë plot, e sidomos në këtë periudhë me njerëzit që ata duan më shumë të kenë rreth të qark. Ti Blerje ti ke bërë? I kam bërë dhe do vazhdoj edhe këto ditë për t'i bërë dhe ju a them këtu sot në mëngjes, unë e bëra baklavan. E bëra baklavan. Sepse doja që edhe si vjet të ishte nga duart e mia, sepse dua që të shijoj atë çka unë. I lë të vegjëlit ta prekin baklavan? Po. Po vim edhe ne pra. Edhe neve do na lësh prekin në recetat e tua. Publiku t'i themi përpara se të vendosim në këndin tonë të gatimit, Blerjet bëni këto ditë përpara 24-s, përpara 25-s, çmimet rriten, mos harroni që një xhiro patjetër në këtë periudhë do ta bëni nga Pro Natyra sepse ka të oferta. E diti ç'kishte bërë Florenca, ndërkohë që shkojmë tek këndi, themi kishte boshatisur po natyrën e Vasopashës. E pash, e mora vesh. Atje kishte për pazarin. E mora vesh, më fan. Bëret punë rekord. Tani, ishte mbush ato karrocën plot, merrti një video, se i e bërë shumë personazh, nuk e di në qoftë se ndjen në përditshmëri. Unë them kështu, të jem në mes ju të dyve dhe unë të mos bëhem personazh. Jo, në fakt është e kundërta. Ti në mesin tonë dhe ne jemi për personazhe. Nuk është kështu. Çfarë duhem sot për zonjat që duan të ëmbëlsohen? Dhe sot do sjell një recetë që mirë është që zonjat e shtëpisë ti përgatisnin këto kurabie, janë të thjeshta dhe mund t'i bëj kushdo.
kush do mund t'i bëj, janë receta shumë thjeshta. Gurabie. Janë me miell, gjalp edhe arra. Bukur. Gurabie me arra janë ato topat e borës që zakonisht i shohim nëpër dyqane që shiten, e themi sa të mira janë. Po ja, i bëjmë vetë se janë shumë Bëjmë thjeshta. vetë, shumë lehtë. E ke lënë gjalpin të pushoj jashtë frigoriferit disa minuta, që të punohet më mirë si çdo ëmbëlsirë. Po. E sigurisht dhe temperatura e dorës gjatë punimit e shkrin atë dhe bën atë lidhjen dhe formimin. Kemi dhe arra këtu që do t'i bluaj. Unë do t'i hedh se recete që është recetë standarde, do t'i hedh dy lugë me të bardhëveze. Okej? Po, të bardhëveze. Dy lugë, nenegjik. Cili nga mielli Ola do përdorës? Këtë, mielin Ola. Mielli për çdo përdorim. Çdo përdorim. Ky është mielli imi preferuar kur duat bie shkurt. Po. Edhe Universal. duat të kemi një miell për gjithçka, universal për të bërë pica, për të bërë jukulatë çmir apo për të bërë një ëmbëlsirë. Kur bën profesioniste pastaj si Florenca, marr 5-6 lloj që të kemi për çdo gatim. Kështu që po mësojmë dita ditës nga kjo zonja këtu. Prezantojmë recetën dhe përbërësit. Po, patjetër. Atëherë, për të bërë gurabie me gjalp dhe arra, neve na duhen këto produkte. Që do i shohim me njerë në ekran për gurabie bor me arra na duhen 220 gram gjalp, lufra, 500 gram sheqer pluhur, 450 gram miell Ola, nga i për të gjitha, 200 gram arra të zoptuara, vanilje, 130 gram sheqer dhe sheqer pluhur për dekor. Praktikisht, përbërës që janë në atë sirtarin e kuzhinës në çdo familje shqiptare. Po shikoj atje dhe me fjalë ta kishim kombinuar 3 ngjyra të mrekullueshme, e kuqe, e verdhë edhe blu. Të mrekullueshme. Po, jemi 3 ngjyra të forta. Si Teletubbies jemi bërë. Si Teletubbies jemi. Ose si ndonjë flamur. Por çrën si ka kjo se kemi ngjyrat e shpirtit mirë. Këto ngjyra ta them unë kush i ka, Moldavia. Moldavia ka këto ngjyra, po. Shumë mirë, ato janë shënde gaz, hare, Rumania i ka këto, Po, pra, sepse Moldavia dhe Rumania ka shumë gjashtë në flamurin. Kush e ka tjetër prit? Se po më dom të gjej, do gjej rrugës. Gjej rrugës e Urdhro Alma. Mezi po e preti festën e punës? Po, Televizion Plusit? Po. E disa Më kërcejmë pëlqen. aty. Kërceni shumë. Kërceni shumë, shumë. Po tani unë dalë më në valle pa ty. Po jo, do qojmë, unë do kërcej, sepse nuk jam gato që s'kërcej. Kërcen ti, ë? Po pse s'kërcej? Ja jo e cila prin vallen? Prin e pak. Jo, po t'jemi program dominant aty, jo. Por inshallah t'jemi në shëndet. Po, uroj nuk e ki lënë së murësh për 3-4 ditë. Po se kam në dorë. Po Po ti të vjen kontrolloje. pra një që është me gripe dhe ta gjithë me vete, edhe do sfidojmë programet e tjera. Po, do t'i tregojmë atyre të mëngjesit, Florit dhe Brikenës. Brunës Pasdites, Mondës Ekonomisë, Pranverës Darkës, Albanës dhe Agronllakaj. Pranverës e jona, në fakt, kur e mendoj. Mos Agronit dhe Albanës. Sidomos Agronit dhe Albanës. Agronin e mundin. Mos harro që kemi Kastrozizon. E mundim Agronin? Po a i s'ka rënë pesh, duhet bjerë pesh. Kemi Kastrozizon për të mundur. Po e Mos jo, harro kemi Kastronia, ose besoj se e mundet. Kemi Islin Albanian Got Po Talent për të Islin edhe mundur. mund ta mundim, po... Mos harro që kemi Vilma Mashën për të mundur. Vilmën e sportit. Nuk e një fare atë, Po nuk e mirë, një. kërcen se shion brëmje dhe Vilma. Okej. Dhe kë kemi tjetër, kë kemi tjetër. I the. Jo, gjithashtu. se kam thënë gjithë programacionin. Po, Diversantës, kemi diversantës. Diversantës, kurse ndjek ata, i dhe 3 ditë, çunat, po i dhe 3 autorja ditë. kërcen e ka treguar kjo, mirë. që jemi rregull. Familje madhe jemi Vizion Plusën, mezi po e presim të festën që është e vërteta, kështu që na mirë kuptoni gëzimin, se njëjtë po bëni edhe ju në familje tuaj. Ju që Se kemi me pik. E keni me pik? Po, është për shembull. Thon 3 të parë që janë njëri, thon. Syriani, Florenca dhe Alma në një valle tropoje. Dhe në fund ngrihen pikë. Dikush 5, dikush 6, dikush 10. Dhe pastaj Ne të është 3 vjeta do marrim ose diskutojmë. pa diskutim, pastaj është Flori dhe Brikena me vallën e Kuksit. E kupton? Dhe pastaj del fund shpallet çmimi i parë. Ne Flori me vallën e Kuksit. Se këmën... Po ju, ç'ne me vallën e Tropojës. Po ju, ç'ne me vallën e Tropojës. Po Agroni dhe Albano, çfarë duhet kërcej sipas teje? Albano nuk e di, mos do kërcej çuja hallakatur, po. Mojti. Sarangjot është Albano. Albano në program pa lajmëri.
Ndërsa Goni është nga Memaliaj. Agroni kërcen shumë mirë, po them nga që është rënduar shumë base nuk ka fuqi. Vetëm aty mund të kputet filmi. Mirë, tani gatuar. E gatuan pak Se atmosferën gjithë do i shkrish, si ky gjallë do i shkrish në mbrëmjen e punës. Mirë. Unë këtë vit ju them bëni gati se vjen Florenca, kaq po ju them gjithëve. Ja ku po vjen ajo, zëndana tërme. Atëre kemi gjalpin këtu dhe do t'i hedhim sheqerin plurë. Okej. Ja ku i kemi këtu. Esta vjen. Do t'i bëjmë bashkë, të duhet do i bësh bashkë me... Do grimara tani. Arat mund të të ndihmoja. Po. E ndezin pjanurën. Jo, çep pjanure. Pas kemi marrë... Ç'lidhje ka? Jeni gati? Sa u shkrim. Si s'vjen zore Kjo është muzikë me fërsa më falë. Po nuk e kisha. Dgjoj, nuk e kisha. Qëllimi nuk është asnjëherë të ndodhi asgjë keqe. Absolutisht. Nga ky e pres në një kështu gjë qëllimisht. Jo, nga ty jo, nuk e pres. Se ky është më i vogël. I vogël, shumë më bon. Është shejtan, I vogël, po. Nësa tham që jemi të lumtur, që ti e lumtur mes nesh. Sa a e tham për parë program? Po, patjetër. Ndize, jepi Alma. Okej. Jemi mirë. Këtë gjalpin të dashur Anvisa mund ta kishit gritë dhe në rende me pak miell, edhe nuk do t'ju lodhte, por s'ka gjë. Pëndes pratën. Ndize Dhe Alma. mbaruam. Jepi Alma. Mbaruam. Alma. Burrat në hije, rime ku vendojnë. Pika që su vjen se nga gratë rrojnë. Kështu thanë. Punojnë gratë. Po. Ato Kështu thanë gratë që aso kohas nuk punonin, bëni vetëm punë Kur ma shtëpie. shkishe gratë ti në atë kohë se punonin. Nuk kontribuonin financarisht, Po flas. pse, vetëm Edhe? lekët janë. Po jo puna e shtëpisë, pa dorëri e fëmijëve. Po. Po mbështetje emocionale. Mirë pra, e thanë gratë Po higjiena, po pastrimi, po e ngritura natën nga gjumi. Se sot nuk bën, asnjëra nga këto, ëh? Jo, i bëjmë bashkë me burrat sot, kanë Po, të shumë. dhe punojnë Njëri ndërkohë. fshesën dhe të tri leckë. Dhe punojnë. Fshesën të Po, tri leckë. të dy. E sheh pra. Vetëm nëse- Burrat dikur sillnin lekët, gratë punonin në shtëpi, tani të dy sellin lekët, punojnë të dy në shtëpi. Kështu Kanë funksionon. nga to Kështu gratë ndruar Florenca shoqëria. që Ama kur më se- takojnë më thonë mua, "Muj pse je aq feministe, aq gratë pavarur? Kush e kërkoi që ne të punonim?" thonë. Si, kush e kërkoj? Kush e kërkoi? Janë ca gra që thonë që gabim kemi bërë që kemi marrë këtë pavarësinë. Thonë ne kishim kur gatuani me rrinë në shtëpi. Jo, Jo, e unë se ti janë, që gratë separat e tyre. Të bëheshin si gjyshe të mbaruara në shtëpi, në punë del atje çele si lulja që çel në mëngjes. Zbukurohesh, vë një buzë Do vishesh, do Kësaj ndrohesh. i thon hyp se të vrava, zdryp se të vrava, Jo. gjithmonë pa kënaqura do jenë. Kush? Jo, do Juve, jenë, do jenë, Juve, gratë, Juve. gratë. Pse do Përgjithsi, jenë? jo ju, po gratë Mos përgjithsi. e tolerof. Po juve ku jo, nuk e toleroj fare, Mos s'ka e shans, lër. se çfarë thua? Toleroj Syrianin unë? Syriani është ke gërma, nuk e them ke gërma, është ke gërma C. Hajde, po ja e fal edhe bën të jetës. Pritëre, hy, sa e gjatë është jeta. Sa ke për të kaluar ti? Mirë. Mirë, unë i përkas brezi që gruaja ime do punoj, kjo është pak Po sigur. patjetër do Dhe i punoj. përkas brezi që do unë do bëj punë shtëpie siç bëj punë shtëpie pa grua. Këtu e Do mori me thënë, medaljen. unë i rri asaj tezës Moj time. djemë sot kjo thonë është që nuk vetësia. martohemi se nuk kemi aq lek që të përballojmë gruan me shpenzimet. Është filozofi jeta pastaj. Po pra? Është filozofi, varet cilën filozofi ti ndjek në Ua, jetë. ka gratë që nuk punojnë dhe duan të harxojnë shumë para. Sa të duash. E mos punojnë edhe. Prap gratë problemi, mo. Po pra, ka sa duash. Këto syri Sa të ju lart duash. që të shpëtosh pra. Nëse Mirë. s'kender Tani, Mirë, gjalpin e përzije me sheqerin mirë dhe me muhabet u knaqem, tani më duhet Sot e kemi mielli. bërë, po, tjetër. Mielli më e pak Sot e kemi mielli. bërë forum diskutimi. Sa do hedhër se ke gramaturën Ma pas? jep vetës, po, ma jep atë, se kam gjysmën e ishte e hapur, të dashur Anvisa, gjithmonë merrni mielin që është pako e hapur, pastaj hapni një të re. Pra, konsumojeni, Po konsumoj, Me të hedhi drejtë. këtë. Mos të shpërdorojmë asgjë se Florenca këtë bën, me gjithçka që mbetet, fillon dhe mendon se çfarë do të gatuaj. Do ta punojmë pak këtë që të shikojmë që sa ka nevojë akoma, se nuk ishte aty 200 gram ishin aty miell. Bukur.
Mirë. Gjatë javës do bëjmë pasta, mora vesh. Po. Do rrim tek familja Ola, po do shkojmë tek Do pasta. bëjmë dhe baklava, këtu do t'i hapim pete, do t'a lërojmë qik vëndin, po. Atëherë bëjmë kështu pra. Wow. Sepse është pikrisht lufra jo e cila na ofron produktet duke nisur nga gjalpi, që sot e kemi me shumicë për gurabiet tona, tek byrekët që ne i duam shumë, tek baklavaja që është receta e cila na mbledh gjithëve bashkë edhe na jep atë suficitin kalorik po fund të ditës, në qoftë se bëhet me përbërësit e duhur, edhe baklavaja në djenin time ka shumë gjalp brenda, e sidomos kur është lufra, kemi të bëjmë me një baklava si nga ato të Turqisë, do thaj unë, të pakrahasueshme. Mos harrojmë kemi kosin, kemi dhallin, kemi ajranin, kemi shumë produkte që i gjejmë lirisht në çdo supermarket në gjithë Shqipërinë. Unë zgjedh lufra, edhe ti zgjedh lufra për një jetë më të shëndetshme dhe plot vlera ushqyese. Mirë. Ta bër baklavan, ne na duhet një miell i mirë. Ola. Po, Ola ka menduar për përgatitjen e ëmbëlsirave për 2 tipologji mielli, atë me vanilje dhe fryrës dhe atë thjesht me fryrës. Kështu që duke qenë se janë vanilja, janë 3, Alma. 3 për është dhe një, po, është 3. është një me letër të kuqe, një me letër të verdhë dhe një tjetër është me letër portokalli që është me aromë portokalli. Bukur. Detet e vaniljes, do ndjekim një sert për vanilje, si thoni. Shkojmë të zbulojmë të gjitha vetit e vaniljes dhe mënyra se si ne mund ta shfrytëzojmë gatimin. Kemi vetëm pas pak. Shishi 3. Vanilja. Vanilja është një nga aromat më të njohura dhe më të dashura në botë. Ajo nxirret nga frutat e bimës së vaniljes, që rritet kryesisht në klimat tropikale. Aroma e saj është e ëmbël, e ngrohtë dhe e butë, dhe për këtë arsye përdoret gjërësisht në ëmbëlsira, brumëra, pijet e ngrohta, por edhe në parfume dhe produkte kozmetike. Por vanilja nuk është thjesht një aromë, ajo ka vlera të veçanta për shëndetin dhe mirëqenien tonë. Aroma e saj ka fuqinë të qetësoj mendjen, të përmirësoj humorin dhe të zvogëloj stresin. Çdo shije e vaniljes është një udhëtim i butë për shqisat, që sill kënaqësi, ngrohtësi dhe një ndjesi rehatie, që ngjall kujtime të ëmbla dhe momente të veçanta. Ja ku jemi të 2 të 3 bashk në procesin e parë. E mbledhjes, tani jemi në procesin që do... Ja themi edhe njerë publikut. Gjallë, miell, sheqer dhe arra. Po, e kapi ky. Gjallë, Tani. sheqer pluhur, Po. miell për çdo përdorim, Po. edhe arra të grira. Po. Mirë. Po. Florenca. Do t'i bëjmë topa, edhe do t'i lyejmë në sheqer pluhur, edhe do t'i vendosim në tavë për t'i pjekur. Shumë shpejt bëhen këto. Nuk duhet t'i lëm shumë. Mund t'i lëm 15 minuta, edhe kaq. Tani. Po, më Në thuaj. këto kohë moderne që jetojmë, Po. për të shitur një produkt, pjesë e rëndësishme e gjithë procesit shitjes është marketimi. Mënyra se si ne e prezantojmë një produkt, duke u nisur nga emri, ambalazhimi, çdo detaj tjetër që e bën të bleshme, do thoja unë, dhe e kënaq syrin. Në qoftë se ti do i vije një emër, jo ato emrin e fundit, jo ato emrin e fundit që do ja bë recetës, por në qoftë se do i vije një emër këtyre gurabieve tona, si do i quajë? Unë e kam një ide për to. Këtyre tonave. Ta them unë një, derisa ta mendosh ti, Ma thuaj. unë do i quaja gurabie të lyni. Flyni. Lyni. Për shkak të gjalpit. Nuk janë gurabiet lyni, janë tjera. Nuk janë këto. Si i quajmë to gurabie dietike? Jo, gurabie me arra. Mund t'i quajmë gurabie me arra. Ose gurabie bore me arra, si Po, që ka quajtë. po. Ose Gurabie. arrose, gurabie arrose, diçka e tillë, ta bësh edhe për tregun ndërkombëtar. Arrore. Alma, më Jo, his po pak unë të e bëra lutem. pak më metaforike. Miell Jo pak arrore, fare. arrore Pak është fare. shpjegimi, është Ja, lakimi. më jep mua këtu, që të bëja të shkëputjen. Okej. Më thuaj sa është okej, se mos bëjmë në zarar. Jo, boll. Jam. Tani, duke qenë se sot nuk kemi shkuar as pak te nga cepi ku na rri ky babagjyshi, të sigurohemi që t'i themi shikuesve atyre, sidomos zonjave, por dhe zotrinjve që gatuajnë për familjen e tyre, kam shumë besim në fakt,
që kemi shumë burra aty jashtë që gatuajnë në mënyrë të përkryer dhe në festa e shtojnë ritmin e gatimit, të zgjedhin vaj në duhur, por mbi të gjitha, përpos vaj të duhur, se Florenca nuk kurset na e përdor në çdo gatim, të sigurohemi që kemi mesoret e duhura, teksa kemi mish të papritur, që në këtë periudhë kemi me shumicë, të kemi ndoshta kastravecin turshi, apo edhe lakrën apo panxharin, kërpudhat për një pasta shumë të shpejt, gjithashtu specat janë një opcion shumë i mirë. Pra, kemi kaq shumë gjëra, mjafton që ju të keni një prezantim të mirë dhe një siguruar që teksa gatuani, një pjatë parë ua keni dhënë miqve tuaj, mos rrin t'ju presin. Por edhe vetë për shëndetin tonë kemi thënë shumë mirë se sa të rëndësishme janë të gjitha këto turshi. Mos harrojmë të rikujtojmë publiku që secila shishe ka tipologjinë e vajit. Njëri është i përzierë që mund përdoret për gatim, ai është ekstra i virgjër është kryesisht për sallata, sepse nuk duhet të ngrohur dhe ne e dim këtë. Dhe opsionet e treta, katërta, pesta që Pema i ka me shumicë. Kështu që opsionet i kemi të gjitha, bëni leximin e mirë të etiketës kur bëni blerjen tuaj dhe kujdesuni që vajin e ullirit ta shtoni në fund në receta për të ndjerë më shumë shijen, për të ndjerë më shumë aromën dhe të gatuani me vaj ulliri, se në fundit në kulturën tonë kemi të vendit dhe kemi me shumicë. Ikim në publicitet. Ja ku jemi për sëri, moj flor. Florenca, pse u kemi thënë vajzave dikur faqet gurabie? Po se shko sa të mira janë të rumbullakta, tani faqet si gurabie, ishte kompliment. Tani si u thoni vajzave musëri? Të rama kanë qënë ato me faqe gurabie. Çfarë është faqe gurabie? Ja si faqet e tu. Po pra, si faqet pra me molza. Faqe si gurabie i referoj molzave. Ndërsa sot nuk ishe kush me molza, shohin gurabie të tjera. Si për shembull? Është relative, është në varësi të shijeve. E ke fjalën për syrin, besoj, për nofullën, për... Po unë e Florenca kemi një të përbashkët shumë të madhe, që jemi ato të faqeve gurabie, e naturale, edhe originale, se s'duam ta kursejmë fare këtë gjë. Faqe gurabie. Nuk kemi asnjë mendim rezervë për edhe ato të cilat mund mos jenë originale siç thuhet, edhe është pak e shëmtuar në fakt. Rëndësishmë është ta kemë faqen gurabie. Në komunikimin e përditshëm, në fund të ditës edhe ndryshimet në fizik janë zgjedhje secilit individ. Rëndësi ka që t'i pëlqej atyre. Dhe të ndihen mirë me vete. Absolutisht. Mirë tek gurabiet e vërteta. Po ja të japim një kartopicet syri. Kartopicet, për çfarë? Për çfarë? Kjo u shkërmoq. Po mund ta ndash, nuk ka problem, mund ta ndash. Kjo u shkërmoq. Mund ta ndash. Ua, po pse edhe janë sa shumë radial. Tani, sot do ta lexojmë recetën duke ngrënë. Po, patjetër. Se çfarë kuptimi ka që ne kemi gojkyçur në këtë program. Si mamat unë zgjedh gjithmonë më të vogël. Më të voglën që të hanë fëmijët, të hanë të vegjlit të shtëpisë, ne të vegjlit 2 metrosh. Na bëfshin mirë. Na bëfshin mirë dhe Regjana ndihmon me njëherë ta tregojmë recetën teksa ambëlsohemi. Lezo Alma. Për gurabie bore me arra na duhen 220 gram gjatë. Më qafsh, më fal pak, të lutem. Atë shkojnë kë kush e ka vendosur? Kë? Ti lënë shkoj? Kë shkrojnë më? Kë, kurabie. Ku se di? Është për të keq. Dëgjoj, një minutë. Edhe sikur ta kem vendosur unë. Një minutë. E sikur ta kem vendosur unë. Ka njerëz që kontrollojnë tekstet dhe duhet ta kishin hequr. Pa ja, me jasun për gacmoj, po të gurabie bore me arra. Unë tani po shikoj. 220 gram gjallë plufra, unë dje. Çek, e kemi. 50 gram sheqer plur, po unë dje. 450 gram miellola. Sigurisht dallojnë se sa të shkrifta janë këto gurabie, 200 gram arra të soptuara i bluajt me këto duar, edhe e dim. Por vaniljen, po Florenca është kujdesur të bëj pazarin me përpikmërit e pro natyra, 130 gram sheqer për mos i patur shumë të ëmbla dhe sheqer plur për dekor. E keni parë sa të bardhat bukura janë, të lumshin duart Florenca. Si mirë gishtat? Po. Ne nuk jam të ëmbla dhe imagjinoni çfarë ka ndodhur, na ka ndryshuar të dyve. Na ka bërë të dyve lupsa. Po nuk ka ndonjë ëmbëlsi që t'ju bëj dëm për shëndetin. Është një ëmbëlsi normale që pse jo, mos ta shijoni. Edhe ti bëni dhe në shtëpi tuaja. Po pse mos e bëni? Syri mund t'i bëj dhe vetëm. S'ka ndonjë gjë. Po. Unë kam shumë besim.
përbërës kishte, po hapa të kanatën e kuzhinës aty e i gjenë të gjitha. Arra pa diskutim sigurisht. Ai ngort për frutat tata. Vdes për frutat tata, sepse i bëjmë mirë të rurit. Dhe unë burre me këtë të fundit, edhe këtu, dhe më thë liri fundi bët një të në shtëpi. Kujdes, Alma, të lutem. Uj, kemi? Emrin. Emrin, më vetëm mos e quaj Editi. Jo. Do t'ja vej, nuk që nka i vini, atë vinin që është këtu, nuk është këtu. Është munges, do t'a gjuash një ditë tjetër. Po janë gurabie, jo nuk jam do të vini. Se vini të dukë si gurabie. Jo, s'ka lidhje fare. Po sigur t'ja vëm emrin, kam unë një propozim. Po, thueti. Po sigur t'ja vëm emrin sot Anila. Anila pa tjetër? Për Anilën tonë të... Anila është shumë e bukur. Regjis, është një grua shumë e bukur, një grua shumë e fort edhe një grua që e donë të gjithë shumë. Po. Jemi dakord? Po, jam dakord. Asë mos e vënë në diskutim që unë do të kundërshtoj, jo. Faleminderit shumë Florenca që ma dhe këtë të drejtë në oborin tonë mbretëror. Tashi më erdhi emri, po s'ka gjë nesër, ka ditë plot. Mirë, e kemi thënë sa emra na duhen. Po pra, ti ke shkuar të gjithë pema familjare. Po, nga në njërë, shiko, në mbrëmje për shembull, më vjen ndërmendje, them që në mëngjes, kur të bëj emrin e recetës, do vë këtë. Po shnoje, ma shkuaj mua. Jo, pra e ke shumë të drejtë. Ma shkuaj. Ja, po, me të rinë gjenë gjithmonë zgjedhje. Ose mund të Bëjmë në një punë. Si? Ose mund të harra dhe të kujtohet. Se jo mua akoma s'më ka humbur kujtesa, pavarësisht moshën, por që sepse mendjen e kam vënë gjithmonë në punë. Nuk marr asnjëherë gjëra shaballë. Mesazh ky. Mirë. Jo, më gjën se harroj pra. Mos na shëndosh shumë Florenca se vjen shpejt ajo festa punës se kemi pupull në valle. Për një javë na tha pak më herët të ftuara Anisa për një javë. Nuk gjetë Derman, në rëndësishme është kërë gjumështë që do të kishim bërë Dermanin më parë. Gjithë vitit, nuk kemi që bëjmë, me aqë sa peshojmë dhe rëndojmë, do kërcejmë. Një dit, qëfar do gatuaj me produktet tona, se nuk kemi ndalur në Po, e kam vendosur. E ke vendosur, pa da vendimin me ne. Maj pak telefonin, se se... Po ta japun telefonin live. Po pse që ta japun telefonin. Ja, një biznesmene si Florenca, ka një telefon që shnon gjithë shka. Po, ka dhe një folder ku i shkruan të gjitha recetat e javës. Po, i kam. Me 2 WhatsApp, e? Po s'ke përshaj më të njohur me Florenca? Me gjithë të të fletë? Po, pse nuk flasë? Pash një politikanët njohur aty. Nesër do bëjmë me pemën. Kemi një recet me pemën. Me pemën. Të mërkurën kemi baklavan tradicionale. Kemi mielin ola, kemi edhe lufrën, aty, bashkë. Të ejnëten kemi? Të ejnëten byrek me lek me presh. Byrek me lek dhe me presh? Po, të dyja, dhe djatë. Sepse mirë është të bëheshe me spinaq, por e dua me presh, edhe aty do të vendos një lek, dhe se cili nga ju, do të marrin nga një copë dhe inshallah i bie lekun. Dërsa premten shoh që kemi antipasta me salam me tonë. Po, të premten po, do bëjmë dhe ëmbëlsirë, do bëjmë dhe antipasta. Po që të bëjë ëmbëlsirën, këta të dy bëjmë antipasta. Bukur, me tona. Do i futemi punës se e kemi shumë të lehtë në fakt. Ne kam të preferuarin, është ai tymosuri. Tymosuri. Kështu që ne kemi ndarë produktet, na duhet një pjatancë e bukur nga ato për cilat Florenca flet shpesh se prezantimi është gjithçka, ati kemi, edhe sigurisht kemi dhe produktet tona për ta bërë një pjatë festive, antipastash, po Florenca, se vurare që do thuash diçka. Jo, e di, pse, jo, kam e rak që gatimin me salamet tona, e kam lënë për të datën si binte të hënën tjetër, prandaj. Po, a mund t'i bëjmë do bëjmë dhe me pasta. Po, a mund t'i bëjmë me antipasta të ngrota? Po, pa tjetër, pse jo? Pra bëjmë disa qoftë vogla perimesh, të bëjmë një antipastë të bollshme. Do bëjmë para vitit të ri, do bëjmë edhe një gatim me makaronat. Me pastat olla. E ke ndarë mendjen që këtë cilësinë italiane do ta lësh të shpëtoj bukur. Atë çfarë di unë që me 31 kemi gjeldeti. Po, gjeldeti. Do nuk e di. Ajo është dita më e bukur. Me çfarë do ta bësh? Me çfarë do ta bësh? Me gështenja, edhe me oris. Edhe me oris. Është interesante kjo receta. E kam provuar një herë dhe shumë interesante. Se jemi mësuar ta shohim me... Me përshesh. Me përshesh, me mjell misri, me buk misri, me përshesh me presh,
ka disa lloje. Dhe mendoj që nga 31 tutje, që praktikisht i bie fillimi i ri, të gjithë në 31, jo do hanë për sheshin, por tani do ta bëjnë atë me ateorizin dhe me gështetin. Mirë, unë do të ndek me vëmendje se unë ende sot e kësaj dite kam 30 vite jetë edhe nuk kam bërë një vit të ri nga fillimi deri në fund vet. Kështu që do të ndek me shumë vëmendje të mësoj nga ty. 30 vite, 30 vite jetë, po e kemi zbuluar moshën time, nuk është më një sekret. Moshën tënde po presta zbuloj edhe pak. Time. 5 vite më i vogël. Time, unë e kam thënë, vetë ta shkruajnë ballë që jam 25 vjeç për 26. Mbush vitin që vjen. Tani është koha që një 25 vjeçar, një 30 vjeçare dhe një vajzë re, që nuk ka thënë asnjë moshë, se po e kemi thënë 100 herë. Ajo ta ka. Një herë thash, një herë Ajo ta ka. Unë e kam. Dhe unë vitin që vjen e kam të rumbullakosur dhe do bëhet nami. Jubile. Ke jubile. Nami. Do t'i zbras gjithë portofolën. Tani Florenca, festë të madhe duke t'ju studio më duket. Tani më thuaj pak, megjithëse është vit jubile, viti që vjen, pra për sa i përket ditës sënde, mbaron me 0 a mbaron me 5? Me 0. Me 0. Unë e di, po ndihmojmë publikun. Quiz për të fituar një kupon 500 euro, gjeni moshën e Florencës, keni nga tani 24 orë kohë. Themi publiku ndiqni edicion informativ të lajmeve të drekës, rikthehemi në studio me të tjerë të ftuar me të tjera tema. Qëndroni me ne.